Horoskopi ditor e premte, 10 tetor 2025. Dashi. Sot universi ju shtyn drejt përmirësimit të aftësive tuaja. Natyra juaj e zjarrt do të shkëlqejë në vendin e punës, duke tërhequr vëmendjen e kolegëve dhe e prorëve njësoj. Kanalizoni këtë energji në produktivitet dhe kreativitet, dhe mos u nguroni të ndani ide. Pasi njohuritë tuaja mund të nxisin bashkëpunime të reja. Me Marsin, planetin tuaj sundues, që merr një shtys nga Jupiteri, fati është në anën tuaj. Megjithatë, ekuilibri është çelësi. Marrëdhëniet personale mund të kenë nevojë për kujdes. Një gjest i butë ose një gjest i vogël romantik mund të sjellë harmoni. Reflektoni mbi ambicjet tuaja këtë mbrëmje. Vizualizoni se ku dëshironi të jeni pas një viti. Financiarisht, është e mençur të shmangni shpenzimet impulsive sot. Sa i përket shëndetit, mund të ndiheni pak të shqetësuar. Prandaj gjeni kohë për një shëtitje të shpejtë ose pak yoga për të përqendruar. Lejoni besimin tuaj të lindur t'ju udhëheqë gjatë ditës. Por mos harroni se durimi është po aq i rëndësishëm sa edhe shtysa. Përqafoni sfidat dhe besoni se jeni në rrugën e rritjes personale. Demi. Ndërsa hëna rreshtohet me Venusin, planetin tuaj sundues, emocionet tuaja do të jenë busulla juaj sot. Ju nxiteni të përqendroheni në marrëdhënie, qofshin romantike apo miqësi. Pasi hapja do të hap një rrugë për lidhje më të thella. Bisedat mund të zbulojnë njohuri të papritura, prandaj dëgjoni me vëmendje. Profesionalisht mund të lindin përgjegjësi të papritura, që kërkojnë syrin tuaj të mprehtë për detaje dhe besueshmëri. Kjo është një ditë e mirë për të shfaqur aftësitë tuaja organizative, siç ka të ngjarë të vënë re e prorët. Financiarisht mund të paraqiten mundësi për investime afatgjata. Prandaj jeni të hapur për t'i hulumtuar këto. Mos harroni të qëndroni të qetë mes nxitimit të ditës. Një meditim i shkurtër ose një shëtitje në natyrë mund të rivendosë paqen e brendshme. Shëndeti juaj mund të përfitojë nga disa teknika relaksimi. Mbani një sy në zgjedhjet dietike sot. Ushqimet ngushëlluese janë joshëse, por jo gjithmonë aleati juaj. Përqafoni ndryshimin dhe jini të duruar. Pasi përpjekjet e sotme hedhin themelet për suksesin e ardhshëm. Binjakët. Komunikimi është superfuqia juaj sot. Merkuri, planeti juaj sundues, po fuqizon ndërveprimet tuaja. Shfrytëzojeni këtë për të zgjidhur keqkuptimet ose për të paraqitur ide të reja në punë. Sharmi juaj do t'ju ndihmojë të përballoni situata të vështira, duke lehtësuar tensionet. Kur të jeni bashk, do t'i gjeni mbledhje shoqërore veçanërisht të dobishme. Dikush që takoni mund të ofrojë njohuri ose mundësi të papritura. Financiarisht, merrni në konsiderat planifikimin e së ardhmes sot. Mund të shfaqet një shpenzim i papritur, por me të menduar strategjik, mund ta menaxhoni atë në mënyrë efikase. Në frontin personal, një partner ose anëtar i familjes mund të ketë nevojë për mbështetjen tuaj. Empatia juaj natyrore është një forcë, prandaj përdoreni atë për të nxitur harmoninë. Sa i përket shëndetit, ju këshillohet të qëndroni aktiv. Bashkohuni me një klas fitnesi ose eksploroni një hobi të ri për të mbajtur nivelet e energjisë të ekuilibruara. Përqafoni atmosferën e shpejtë të ditës dhe mos harroni se përshtatshmëria është aleati juaj më i mirë. Besojini instinkteve tuaja, por qëndroni të hapur ndaj perspektivave të ndryshme. Gaforria. Energjitë e sotme ju inkurajojnë të përqendroheni në themelet tuaja. Jeta në shtëpi dhe marrëdhëniet e ngushta do të jenë në qendër të vëmendjes, të ndikuara nga hëna ushqyese në shenjën tuaj. Është një ditë për të rritur lumturinë familjare. Prandaj merrni në konsiderat organizimin e një mbledhjeje familjare ose thjesht të shijoni kohën me të dashurit. Profesionalisht mund të ndjeni një tërheqje midis përgjegjësive dhe dëshirave personale. Kërkoni ekuilibrin duke renditur prioritetet dhe duke vendosur angazhime me vetëdije. Financiarisht shmangni vendimet e shpejta. Kërkimi është miku juaj në çdo ndërmarrje të madhe. Mes rrymave emocionale, mos harroni të kujdeseni për veten. Kujdesi për mirëqenien tuaj siguron që ju mund t'i mbështesni të tjerët me gjithë zemër. Sa i përket shëndetit, kushtojini vëmendje hidratimit dhe mbani një orar të qëndrueshëm gjumi për të mbajtur larg lodhjen. Merrni kohë për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe rezistoni çdo nxitje për të krahasuar udhëtimin tuaj me të tjerët. Qëndroni të bazuar, besoni intuitës suaj dhe riafirmoni rrugën tuaj unike me besim dhe dëmshuri sot. Luani. Drita qiellore e vëmendjes nxjerr në paarritjet dhe potencialin tuaj. Është një kohë e shkëlqyer për të dalë dhe për të shprehur idetë tuaja krijuese. Besimi juaj është ngjitës, prandaj drejtoni diskutime ose shfaqni projekte që nxjerrin në pah talentet tuaja.
Në aspektin shoqëror, ju jeni qendra e vëmendjes dhe rrjedhimi do të jetë i dobishëm. Megjithatë, shmangni marrjen e shumë përsipër menjëherë. Prioritizimi i detyrave siguron rezultate cilësore. Marrëdhëniet përfitojnë nga energjia juaj e gjallë. Angazhohuni në biseda kuptimplote me të dashurit dhe miqt. Financiarisht, fati favorizon vendime të guximshme. Por të llogaritura, merrni në konsiderat kërkimin e këshillave në lidhje me investimet. Sa i përket shëndetit, jeni plot vitalitet. Ruajeni atë duke balancuar punën me relaksimin. Eksploroni aktivitete që fuqizojnë si trupin ashtu edhe mendjen për të mbajtur stresin larg. Ndërsa shijoni pozitivitetin e ditës, mos harroni të shprehni mirënjohje dhe të ndani mirësi. Momenti i sotëm mund të çojë në sukses afatgjat, me kusht që të ruani fokusin dhe të festoni progresin tuaj. Virgjëresha. Preciziteti dhe logjika ju udhëheqin sot, ndërsa Merkuri forcon aftësitë tuaja analitike. Do të gjeni zgjidhje për çështjet e mbetura nëse lini kohë për mendim dhe planifikim të kujdesshëm. Profesionalisht, është një ditë për të përballur me ato projekte të lëna pas dore me energji të përtërir. Vëmendja juaj ndaj detajeve do t'ju dallojë dhe mund të çojë në njohje. Bashkëpunimet lulëzojnë, veçanërisht kur ofroni qartësi dhe strukturë. Financiarisht, bëni një vlerësim të buxhetit tuaj. Tani është një kohë e mirë për rishikime dhe rregullime financiare. Në marrëdhënie, ndershmëria është politika juaj më e mirë. Ndani mendimet tuaja për lidhje më të forta. Sa i përket shëndetit, ndryshime të vogla në stilin e jetës mund të çojnë në përmirësime të konsiderueshme. Përqendrohuni në ekuilibër dhe moderim. Merrni në konsiderat ushtrimet e vetëdijes për të rritur qetësinë e brendshme. Ndërsa përpunoni detyrat e ditës, mos harroni të bëni pushime dhe të reflektoni mbi arritjet tuaja të shumta, duke lejuar pushim dhe rigjallërim. Besoni në aftësitë tuaja dhe lërini ato t'ju çojnë drejt përmbushjes së aspiratave tuaja në mënyrë efikase. Peshorja. Yjet shkëlqejnë fort mbi ju, duke ndriçuar çështjet e zemrës dhe partneriteteve. Ju jeni të tërhequr natyrshëm për të harmonizuar marrëdhëniet sot. Pasi Venusi, planeti juaj sundues, nxit ekuilibrin dhe bukurinë përreth jush. Profesionalisht, puna në grup mban çelësin e arritjes së qëllimeve. Prandaj përqendrohuni në bashkëpunim dhe vlerësimin e perspektivave të ndryshme. Kreativiteti rritet, duke e bërë këtë një ditë ideale për të propozuar ide të reja ose për të marrë drejtimin në projekte të drejtuara nga vizualisht. Financiarisht, është koha për të vlerësuar burimet e përbashkëta. Diskutimet e hapura mund të çojnë në një menaxhim më të mirë. Në frontin personal, nxitja e lidhjeve me të dashurit sjell përmbushje. Prandaj planifikoni kohë cilësore së bashku. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është thelbësor. Synoni për një qasje të plot duke ushqyer trupin tuaj me ushqime të shëndetshme dhe aktivitete relaksuese. Ndërsa përballoni përgjegjësitë, mos harroni të jepni përparësi kujdesit për veten dhe të ruani ekuilibrin. Qasja juaj diplomatike do të kapërcejë çdo pengesë sociale ose profesionale pa probleme. Shijoni energjinë harmonike, duke e ditur se ajo nxit rritjen e ardhshme. Akrepi. Thellësia juaj intuitive ju shërben mirë sot. Kozmosi ju detyron të adresoni emocionet e fshehura dhe t'i transformoni ato në njohuri të fuqishme. Profesionalisht, u besoni instinkteve tuaja. Pasi ato ju çojnë të zbuloni mundësi që të tjerët mund t'ja anashkalojnë. Angazhohuni në planifikim strategjik për qëllime afatgjata. Por qëndroni të hapur ndaj ndryshimeve të papritura që mund t'ju sjellin dobi. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar masat tuaja të sigurisë. Merrni në konsiderat mbrojtjen e investimeve. Sa i përket marrëdhënieve, cenueshmëria nuk është shenjë dobësie. Shprehni ndjenjat tuaja për të kultivuar lidhje më të thella. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në lidhje mendje-trup. Aktivitete si yoga ose tai chi rrisin stabilitetin dhe qëndrueshmërinë. Shkathësia dhe vendosmëria juaj natyrore zmadhohen, duke ju ndihmuar të lundroni në kompleksitete me hir. Shmangni konfliktet e panevojshme duke praktikuar durim dhe diplomaci. Ndërsa dita zhvillohet, përqafojeni procesin e transformimit, duke ditur se çdo sfidë rrit forcën tuaj dhe përgatit terrenin për shpërblime personale dhe profesionale. Shigjetari. Sot do të ndjeni një dëshirë për të zgjeruar horizontet tuaja. Shpirti aventuresk tek ju është aktivizuar, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të eksploruar koncepte të reja ose për të zgjeruar aftësitë tuaja. Po sikur të regjistroheni në një kurs ose të planifikoni një udhëtim në të ardhmen. Këto përpjekje jo vetëm që stimulojnë intelektin tuaj, por edhe nxisin aspiratat e ardhshme.
Në punë, entuziazmi juaj është ngjitës dhe mund të çojë në mundësi të papritura. Mos harroni të qëndroni të organizuar ndërsa pasionet tuaja ju shtyjnë përpara. Financiarisht, sot është një ditë më e mirë për planifikim se sa blerjet impulsive. Merrni në konsiderat investimet afatgjata ose strategjitë e kursimit. Marrëdhëniet lulëzojnë me komunikim të hapur. Jini të sinqert për ëndrat dhe dëshirat tuaja për të ndërtuar lidhje më të forta. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të bollshme në aktivitete fizike që ju pëlqejnë. Mos harroni se ekuilibri është çelësi. Moderimi do të mbajë mendjen dhe trupin në harmoni. Qëndroni kurioz dhe të hapur ndaj ndryshimit. Pasi duke vepruar kështu mund të çoni në përvoja transformuese që pasurojnë udhëtimin e jetës suaj. Britsjapi. Natyra juaj praktike do të jetë aseti juaj më i madh sot. Me Saturnin që ndikon në shenjën tuaj, disiplina dhe zelli mbizotërojnë. Sa i përket punës, është koha e përkryer për të përmirësuar proceset ose për të rritur produktivitetin tuaj. Përqendrohuni në detyrat organizative që kërkojnë syrin tuaj të mpret për detaje. Financiarisht, rishikimi i buxheteve ose planeve të investimeve mund të zbulojë fusha për përmirësim ose rritje. Marrëdhëniet përfitojnë nga një qasje e qëllimshme. Marrja e kohës për të vlerësuar të dashurit mund të forcojë lidhjet. Adresoni keqkuptimet me durim dhe qartësi për të nxitur harmoninë. Rutina juaj shëndetësore përfiton nga përpjekjet e vazhdueshme. Synoni për ekuilibër përmes vakteve ushqyese dhe ushtrimeve të rregullta. Aktivitetet e mbështetjes si kopshtaria ose shëtitjet në natyrë mund të përmirësojnë shëndetin tuaj mendor. Pavarësisht kërkesave të ditës, gjeni kohë për të ndaluar dhe për të festuar fitoret e vogla. Ndërsa lundroni në përdetyra me saktësi, qëndroni të hapur ndaj mundësive për zhvillim personal, duke përdorur vrrullin e sotëm si një trampolin drejt suksesit afatgjat. Ujori. Inovacioni dhe origjinaliteti janë në qendër të vëmendjes sot. Ndërsa Urani ju jep frymëzim, do ta gjeni veten plot me ide krijuese që sfidojnë status quo. Përqafojeni këtë energji duke udhëhequr iniciativa që pasqyrojnë perspektivën tuaj unike, veçanërisht në mjedise grupi ose projekte bashkëpunuese. Financiarisht, mendoni jashtë kornizave për të zbuluar rrugë të reja për të ardhura ose investime. Rrjeti juaj shoqëror do të jetë i paçmuar. Shfrytëzojeni atë për mbështetje ose frymëzim. Marrëdhëniet personale lulëzojnë nga autenticiteti. Prandaj shprehni veten tuaj të vërtetë dhe ndani ëndrat tuaja sinqerisht. Nga ana shëndetësore, stimulimi mendor është po aq i rëndësishëm sa aktiviteti fizik. Angazhohuni në lojra mendore ose enigma për të qëndruar të mpret. Qëndroni të hidratuar dhe praktikoni relaksim të vetëdijshëm për të ruajtur nivelet e energjisë. Ndërsa përqafimi i ndryshimit ndonjëherë mund të duket i frikshëm, besoni instinkteve tuaja dhe qëndroni fleksibël. Mos harroni, idetë novatore të sotme mund të jenë themeli për sukseset e së nesërmes. Prandaj guxoni të inovoni dhe të merrni rreziqe të llogaritura me besim. Peshqit. Yjet ju inkurajojnë të zhyteni në instinktet tuaja krijuese sot. Neptuni, planeti juaj sundues, rrit aftësinë tuaj për të ndëruar dhe për të empatizuar, të cilat mund të kanalizohen në ndjekje artistike ose shpirtërore. Detyrat që kërkojnë imagjinat do të përfitojnë shumë nga prekja juaj. Prandaj përqafoni mundësitë për të menduar jashtë kufive tradicional. Profesionalisht, një qasje fleksibile ju mundëson të lundroni në situata fluide në mënyrë efektive. Mbani syt hapur për një shans për të bashkëpunuar në një projekt pasioni. Financiarisht, reflektoni mbi qëllimet tuaja. Merrni në konsiderat konsultimin me një mentor për udhëzim. Marrëdhëniet tuaja personale lulëzojnë kur mbushen me mirëkuptim dhe dhëmshuri. Merrni kohë për të dëgjuar, pasi kjo i forcon thellësisht lidhjet. Sa i përket shëndetit, eksploroni aktivitete që qetësojnë shpirtin tuaj, të tilla si meditimi ose hobi krijues. Pushimi dhe rimbushja e energjisë janë thelbësore. Sigurohuni që të balanconi aktivitetin me relaksimin. Kur shpirti juaj intuitiv dhe ushqyes udhëheq ndër veprimet tuaja, do të gjeni harmonisin në të tashmen ashtu edhe në rrugën përpara. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.